Prandaj, Islami e konsideron se themeli I jetës së shëndosh është që njeriu të ketë mendje të shëndosh. Njëkohësisht të ketë edhe shpirt të shëndosh, edhe vepër të shëndosh. Do me thonë, nuk mjafton vetëm mendje e shëndosh, mendje të shëndosh, shpirt të shëndosh, edhe vepër të shëndosh. Se nëse këta të dyja bie fjala I ka të shëndosha dhe veprat nuk I ka të shëndosha, atëherë normal se ka pasoja. Ka përgjegjësi për Allahu Xhaleshanu. Ne të gjithë e dim se Islami, besimi në Allahu Xhaleshanuhu që është e një, e që cilësohet me cilësit absolute të përsosura, ka bërë që ta pastroj mendjen nga besimet e kota, si dhe nga paragjykimet. Nga se besimet e kota, apo politeizmi dhe paragjykimet janë nënçmim për mendjen. Pra, nëse njeriu për shembull e angazhon veten e vet, mendjen e tij e angazhon me besime të kota, kena plot me besime të kota. Edhe fillon mendja e tij t'i analizoj ato, edhe t'u shërbej atyre besimeve të kota, apo paragjykimeve, iluzioneve, atëherë kjo konsiderohet se e ke përbuz mendjen, nimetin më të çmuar të Allahu Xhaleshanuhu që ta ka falë. Prandaj, mu për atë se Islami e ngre lart mendjen, andaj Islami të gjitha format, si ato të jashtmet, po ashtu edhe të mbrendshmet, të gjitha format e besimit të kot I ka luftu. Edhe mu për këtë, ju të gjithë e dini, Allahu Xhaleshanu nuk lejon që dikush të betohet përveç se për Allahun fuqiplot. Kjo çka nënkupton? Kjo nënkupton se nuk mund të ketë shejtëri, asgjë, as për shembull ju e keni dëgjuar shpesh për kryet e fëmijëve, dikush thot, apo të ngjashme. Shejtëri nuk mund të ketë në Islam jashta ato gjëra të cilat Allahu Xhaleshanu I ka bërë të shenjta. Edhe prandaj bien Allahu Xhaleshanuhu e ka bërë të shenjtë dhe nuk betohet muslimani jashta se me Allahu Xhaleshanuhu. Gjithashtu Islami e ka luftu, bie fjala edhe të falësh para ndonjë varri. Nëse ka ndonjë varr, edhe të përpara, edhe ti drejtohesh edhe falësh. Pse e ka ndalu? Mu për atë që të lufton të gjitha llojet e kujt, llojet e shejtërimit, apo që mendja, domethënë, mos I lejohet mendjes që të nënshtrohet diçka që nuk është e vërtet. Prandaj, Hazreti Omeri, radiallahu anhu, ai ka qenë shumë vigjilent. Prandaj Hazreti Omeri e ka luftu një gjë të tillë gjatë jetës së tij, ja tregohet se Hazreti Omeri ka shku e ka pre një pemë
në të cilën muslimanët e kanë bë bejatu Ridwan, apo besatimin e Ridvanit që quhet në sulh në marrëveshjen e Hudejbijës. Pas marrëveshjes së Hudejbijës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëgjoi se Hazreti Osmanin pa besimtarët e kanë vrarë. Se Hazreti Osmanin e kishte dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë të shoh situata se si është, edhe lajmi i arriti se Hazreti Osmani është i vrarë. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çka bëri? I thiri të gjithë sahabët dhe tha do të besatohena për vdekje. E ki besatim ka ndodhur në një pemë. E sikur muslimanët pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në kohën e Hazreti Umerit kishin filluar që atë pemën ta shejtrojnë, shejtrim t'i bëjnë. Edhe Hazreti Omeri shkon dhe e pretat. Do të thotë se Islami të gjitha format e nënshtrimeve të gabuara që kanë të bëjnë, që janë domethënë nënçmim për mendjen, nënvlerësim për mendjen, të gjitha ato i ka luftu. Para mendoni, muslimani a i përullet një pemës, apo ndonjë varit, a i përullet. Ajo është e nënshmim për muslimanin, edhe bile edhe me përshëndetje, kur e përshëndetën dikë, nuk lejon Islami që ta përulli shkokën. Nuk ka shejtrim në Islam ashtu.